kudo që janë shqiptarët, në Francë, në Ingilterë, në Greqi, largoni sa më parë, sidomos në Greqi mund të largoheni shumë kollaj me anë e tokës njëherë për njëherë, ashtu siç keni vajtur në përbaljen e Dëbor, tani nuk është aq ftohtë, ecni sa më parë në Shqipëri. Kurse ku janë në Ingilterë, në Francë, kudo që ndodhe në Evropë, ju lutem, largoni sa më parë, shkoni në vendet që janë të vogla, sidomos në vendet malore, ku janë fshatrat, ne i quajmë fshatra pamasis, se i quhen sot në shekullin 21 quhen qytete, largoni, shkoni fëmijët tuaj, mos rrini në për qytetet që janë të dendur, në për qytetet që janë zyrat e atij shteti, largoni sa më parë, duhet urgjent. Nëse ju nuk largojeni, lufta ka filluar, minuta minutën të shpërthej kudo. Atëherë ju do keni zor të largojeni, sepse është një rregull ndërkombëtar. Kur bëhet luftë, nëse shohin një duke ecur në për rrugë, atë e qellojnë, sepse quhet si terrorist. Pra keni kujdes dashur shqiptar, se puna ka rëndësi.